nga figurat më të shkëlqyera të Partisë Socialiste, themelues, bëri transformime të mëdha nga një parti e punës e ish diktaturës së proletariatit në një parti të social-demokrate liberale. Është një mendimtar i madh, që një filozof i madh, që e pasqyroi mendimin e tij dhe transformoi dhe mendimin e ish antarëve të Partisë së Punës që u kthyen antarë të Partisë Socialiste, duke i bërë social-demokrat të vërtet të liberal. Fatos Nano është i papërsëritshëm. Dhe këta që janë sot në pushtet duhet patjetër të marrin nga ai, të marrin shumë nga ai. Që punojnë, por dhe vlerat e Nanos duhet i vlerësojnë, edhe duhet t'i trashëgojnë, edhe të brezat e tjerë. Fatos Nano është një figurë që do të kujtohet. Do të kujtohet për mençurinë, për thellësinë e mendimit, për frymën e tolerancës, për bashkëpunimin, edhe në spektrin politik. Në gjithë spektrin politik, por në të njëjtën kohë, tek ajo që pati demokraci të fuqishme të brendshme në radhë të Partisë Socialiste, ku vendimarrja vinte që nga baza deri lart.